bomba. Edhe me bomba? Po, edhe ka pas, do me thonë, kanë fillu fëmija me qajt, kemi bërtit, kemi qenë gjithë të friksum, kemi lyp ndim, kemi lyp uj, gjithë kohën edhe kanë gjujt me qka do që kanë pas. Me një moment e kom ndi edhe një dhimbje në shpinë, edhe nuk e kom kuptu atërë si fëmi, se kom kuptu që jam plagoz, veç e kom pa që kom fillu me u lagë në gjithë trupin, pa e di që është gjak. Ju ishit qëlluar po ashtu? Po, në jam qëllu këtu në krah, edhe pa e kuptu që jam plagoz. Dhe me thonë, A humbët vetdijen në ato moment? Jo, nuk e kam humbë vetdijen, vetëm se s'kam guxu me lëviz, kam qëndru qashtu. Vetëm se shpinën e kom pas gjithën të bllokuar, ka qitë mbi për me mbrojt, edhe kam qëndru ashtu. Gjujtjet kanë vazhdu deri në momentin kur janë dalë, do me thonë. Kur e kanë pa që nuk ka lëvizje ma në lokale dhe nuk ka... Deri kur kanë menduar se janë vrarë gjithë? Se janë gjithë vramë. Me një moment kemi mendu që po na hudhin benzin edhe po dojnë më na kallë, kur kemi fillu me u lagë. Nuk kemi ditë se çka ka me ndodhë me neve tutje. E kemi mendu që kur do që kanë me hy brenda, kanë më na vrej që jemi gjallë. Po prapë kemi